kam lënë palestrën, vajta një ditë që nuk shkoj dhe sipas parashikimeve të mia, me shumë mundësi nuk do shkoj deri në fund javës. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Kur shkova nga mami, u plevitosa keq dhe sot jam me temperaturë akoma dhe e lodhur, por një gjë nuk do lë pas dore. Bukur, se është e vetmja që mund të kaloj, nuk ka dot gjëra tjera, dhe hapa. Por në qëse nuk e kam mundësinë fizike, ose kam frikë se mos do bëjmë pilaf aty në rrugë, do i kap anë tavolinës. Do thoni ju, a është e domosdoshme t'i kapësh me patjetër? Njeriu i di limitet e veta. E rëndësishme është mos ta zëri 24 orë krevati, ashtu siç unë e zura dje dhe kam parë një cilë. Kështu që sot, me dhunë pa dhunë, unë hapa du i kap. Sa hapa du kap? Aq sa kam gjithmonë. Sa? Po një djeqe po. I u dysha, një bukën dorë, t'i bërë tavolinës anë rrotull. Ciao.